Fshatrat e njësive administrative Zapoto gjatë 2 ditëve të fundit me rreshtet të dendur Shiu kanë përjetuar situatë të vështirë në qarkullimin e mjeteve dhe lidhjen me qytetin e Kukësit. Si pasojë e rreshjeve intensive, disa segmente rrugore janë bërë të pakalueshme duke vështirësuar lëvizjen e banorëve. Banorët e fshatrave Cernaleve dhe Oreshkë bëjnë të ditur se gjatë periudhave me rreshtet të dendura Shiu dhe dëbore përballen me vështirësi të mëdha, duke mbetur shpesh të izoluar deri në ndërhyrjen e ekipeve të emergjencave civile. Po, na trego pak situatën si është. Unë jam pensionist, kam rënë se nuk ka gjatë e kërkun, komplet është e prishme, kam marrë vetëm për ilaqe. Mos murë dë nja, vetëm në helikopter në ardhe dhe helikopteri s'ka ku me zbrit atje. Jam shofer që bëllinën nga Oreshka për në Kukës. Në situata me rreshtë Shiu dhe Borë, si e përballon ti rrugën? Ku ka domethënë vendosim që tu zinxhirin 4 goma dhe bjerë dhe poshtë. Mima bashkavash, po me lopati të kune pasër, do një burë, do një anë dhe po kaloj. Autoritetet lokale bëjnë të ditur se situata po monitorohet në vijimësi, ndërsa ekipet e emergjencave civile të Bashkisë Kukës janë në gatishmëri për të ndërhyrë në rast përkërcimit të situatës, pasi në zonat malore ka edhe dëbor. Banorët këshillohen të shmangin lëvizjet e panevojshme dhe të tregojnë kujdes të shtuar gjatë qarkullimit.